Dita e 24. Robert Estienne, 1503-1559. Tipografi i reformimit. Nga Matt Kratchmer. Në faqen e parë të botimit të vitit 1559 të veprës së John Calvinit, Institutet e Fesë së Krishterë, gjendet edhe emblema e shtypshkronjës së Gjenevës, një pemë ulliri me disa degë të prera. Degët e prera janë vizatuar në rënje sipër dhe rreth emblemës lexohet motoja Noli altum sapere, mos ji arrogant. Pema tregon edhe vendet ku janë shartuar degët e ullastrës. Një version më i hershëm i kësaj embleme, që gjendet në fjalorin e gjuhës latine, të botuar në vitin 1531, shton edhe frazën sed time, por ki frik. Burri që gjendet poshtë pemës mund të jetë apostulli Paul, autori i këtyre fjalëve tek Romakëve 11, 19 deri në 20. Mirpo, gurët rreth këmbëve të burrit na shtyjnë të mendojmë se burri në fjalë mund të jetë edhe Stefani, predikimi bindës dhe martirizimi i të cilit përshkruan me patos te veprat e apostujve 7. Paraqitja e mundshme e këtyre dy referencave biblike në këtë emblem është domethënëse, sepse emblema i përkiste tipografit, shtypshkruesit dhe studiuesit Robert Estienne, ose Robertus Stephanus. Jeta dhe karriera e Estienit demonstrojnë qartë shumë prej tipareve të reformimit. Tipografi mbretëror. Estieni nuk ishte vetëm një tipograf i rëndësishëm në Evropë, në fillim dhe gjysmë shekullin e 16, por ai ishte gjithashtu një studiues i Biblës dhe i letërsisë klasike. Teksa punonte në Paris, gjatë sundimit të mbretit François i parë, profesionalizmi i tij u shfaq kaq qartë saqë Estieni mori titullin e tipografit mbretëror, duke u bërë tipografi i mbretit për gjuhët hebraisht dhe latinisht në vitin 1539 dhe më pas për greqishten në vitin 1542. Mbreti i Francës ishte mjaft i vetëdijshëm për shtytjen humaniste të epokës drejt studimit të teksteve të lashta. Vetë Estieni shkroi: jo vetëm që mbreti nuk ka as pak ndërmend që t'ia mohoj askujt veprat e shkrimtarëve të lashtë, të cilat ai veti siguroi duke paguar një çmim të kripur nga Italia dhe Greqia, por madje ai synon që t'i vër ato në dispozicion dhe shërbim të mbar popullit. Gjatë viteve të tij në Francë, Estieni përmblodhi dhe shtypi shumë libra gjuhësor, abetaren e greqishtes së lashtë, fjalorët latinisht frëngjisht dhe fjalorin e gjuhës latine. Ai gjithashtu filloi punën për të përgatitur fjalorin e gjuhës greke, një vepër e rëndësishme kjo, e cila do të kthehej në standardin e leksikografisë së greqishtes së lashtë dhe përpasoj edhe të asaj biblike deri në fillimet e shekullit 19. Kthim te burimet. Sikurse ndodhi dhe me shumë studiues të tjerë të epokës së reformimit, dashuria e Estienit për letërsinë klasike shkoi krah për krah me fokusin te Bibla, qoftë duke përkthyer Vulgatën latine, ashtu edhe duke punuar me versionet e saj origjinale në hebraisht dhe greqisht. Ai shtypi 2 herë dhjatën e vjetër në hebraisht, ndërsa botimet e tij të shumta të dhjatës së re në greqisht patën shumë ndikim dhe qenë të dobishme për veprën teologjike të reformimit. Estieni ishte ai që krijoi sistemin më të mirë dhe përfundimtar të ndarjes në vargje, të cilin e gjejmë edhe në Bibla tona sot. I famshmi Editio Regia, që u botua në vitin 1550, është një kryevepër për sa i përket aspektit të tij studimor, artistik dhe teknik, duke qenë e para dhjatë e re në greqisht që përfshiu një strukturë kritike për të treguar versionet e ndryshme të të njëjtave tekste, të cilat Estieni i zbuloi në 15 dorëshkrimet e mbledhura gjatë kërkimeve të veta. Është pikërisht ky botim, me shkronjat e tij të bukura në greqisht, të skicuara nga Claude Garamond, i cili edhe u kthye në bazën e Biblës së Gjenevës në anglisht, si dhe për studimin e shkrimeve në shekujt që do të vinin. Deri në vitin 1550, Estieni kishte shtypur shumë edicione të Vulgatës latine në Paris, megjithse studimet e tij e quan në 2 drejtime të ndryshme nga teksti autorizuar kishtar.
Pas në kohët e përkthimi i teksteve origjinale dhe përpara të shpjegimet më të plota dhe më të hollosishme në tekstet e tij për lexuesin me arsim të thjeshtë, i cili e kishte të vështirë të mos hynte në sferën e egzegezës së tekstit. Në botimin e vitit 1545, ai përfshiu një sër shënime shanësore të pa autorizuara, të cilat vinin në dyshim mënyrën se si Vulgata i kishte përkthyer tekstet origjinale, si dhe përkthimin e tij nga greqishtja dhe hebraishtja në një version të ri paralel të Vulgatës latine. Ky libër bëri që tek autoritetet të lindin dyshime se Mosval Estieni ishte shndërruar në një heretik dhe se Mosval ai kishte përqafuar pikpamjet luterane. E gjitha kjo situatë solli edhe largimin e rrëfeshëm të Estienit nga Parisi për t'u strehuar në Gjenevë më 1550. Botuesi i Gjenevës. Në Gjenevë, qyteti i cili tashmë e mbështeste hapur lëvizjen protestante, Estieni hapi shtypshkronjën e tij dhe u bë tipografi numër 1 i kauzës së reformimit. Bibla e tij në frëngjisht e vitit 1553 vazhdoi ta vinte theksin tek teza kryesore e reformimit, që njerëzit duhet ta lexonin shkrimin në gjuhën e tyre, ndërsa botimet e tij të instituteve dhe komentarëve të Kalvinit, si dhe të shkrimeve të tjera protestante, i shërbyen lëvizjes, gjithnjë në rritje në synimin e saj për ta dëgjuar qartë shkrimin e shenjtë dhe për t'u qeverisur prej tij. Botimi i vitit 1559 të instituteve ishte përmbledhja më gjithëpërfshirëse e doktrinës protestante gjatë reformimit, dhe mund të thuhet me plot gojën se ishte vepra më e rëndësishme që doli gjatë reformimit, sikurse provohet edhe nga përkthimi i saj në 6, ndoshta 7, gjuhë të tjera, deri në vitin 1624. Botimi i Estienit, i cili ishte i lehtë për t'u lexuar dhe i bukur për nga paraqitja, madje edhe sipas standardeve të sotme, luajti një rol të madh në rritjen e kishave të reformuara gjatë shekullit të 16.